Ngone presidentja qysh I palon këta pevaqicat e Berat Buzhollës, Batonit, Ljerimit, e Meran, Klan Serbia, Kanal 10. Veç ngone qysh mi palon këta farë. Presidente, jam Banada Shqipri Gastar prej Vox Kosova. A mendoni zonja presidente që pa dashur se me vedi apo pa vedi jeni Pa vedi lëvizjes vendosje, me që tash u caktu datën e zgjedhjeve njëri datë ku ka konvenu faktikisht mas shumë të vendosjes për llogarit edhe ardhen e mërgjimtarëve. E para, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk I thua apo vepron pa vedije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim përgjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vedije. Pra e ka marrë me vedije të plotë, me besim të plotë, që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës. E para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgjimtarëve. Nuk janë kundër mërgatës. Pra pse ju po paragjykoni që mërgata është vetëm në favor të një partie. Dhe e fundit. Që se kam marak kur është një presidente që ta thënë kryt, kështu të palon për toke, të shtrin, cakaton. Po mire a ban tyne pevaqica. Ku nëna jam, që shtu do të me konë presidentja. Thët me vedijet plote ku morë që me 28 dhjetor më mos zgjedhet. Nuk ka vërca të poshtë të përpjet. Jo pevaqica. Se të mirë kur po e bim pare. Me votu, ja, mërgata nuk ban me votu. Be fara flesh, për që shikon.